përveç bllokimeve. Bllokime. Zoti Qeko identifikohet tashmë edhe me vetëvendosje hyn e garë në Prishtinë edhe me këtë domk si bllokuesi projekteve të përparimramës të komunës së Prishtinës. Bllokuesi përmirësimit jetës neve që jetojmë çdo. Po pra, njerëz duhet me ditë se Erlla Qeku udhëheq Ministrinë e Kulturës. Në kuadër të kësaj ministrie është një departament për trashëgimi kulturore, më duket quhet, kështu. Ky institucion, mbrana institucionit, i ka bloku projektet. Dragodan, e ka bloku Sheshin, e ka bloku këtu të Ministria e Kulturës, e ka bloku të Kuvendi Kosovës, me arsyetimin e trashëgimisë kulturore. Po çka është interesant në gjithë këto? Sheshi Gjergj Bush është më larg se sa parkingu në Toksor, i cili është ndërtu pas një pengesë, ndërsa këtë bllokojnë. Te Ministria e Kulturës nuk ka kur gjë aty të mbrojtën. Përkundrazi ja kthen vlerën, e kanë blloku. Ka qenë projekti të Kuvendi Kosovës me u zhvillu komunikacioni krejt në Toksor dhe pjesa e Prishtinës e vjetër me mbet pa vetura, pra shëtitore, është ndalu, është bloku. Dhe ekipo ashtu këtë ishullin urban që lidh pjesën e Arbëris me qendrën, i cili është bloku një kohë, por pastaj ka fitu komuna e Prishtinës dhe ka ecë përpara. Pra dhe Zoti Qeko udhëheq atë institucion i cili ka vendos këto blokada. Do të kishte qenë mirë, unë besoj se votuesit në Prishtinë janë të emancipuar, madje shumë, dhe kishte me qenë mirë që ata me ditë që ky kandidat ka udhëheq një institucion që e ka pengu mirëqenien edhe të këtyre votuesve. Pastaj, do më thonë nga Ministria e Kulturës, që është Ministri edhe e Sportit, edhe e Rinisë, kështu me radhë. Ky e ka pas mundësinë si ministër, dhe partia që ka udhëheq me qeverinë me bo projekte në Prishtinë. A kanë pas mundësinë. Po. Naj stadion, naj pishin, naj diçka. Naj presin tash për shembull lojrat mesdhetare, po. Po. Kur janë Gjasat janë me dështu. Po kur janë ato lojrat mesdhetare që kanë më majtë në Kosovë para 3-4 vjetë. Po. Që tash ja kena nisme që do lopata beton. Kishe po ndërtojmë që tash infrastrukturën. Kështu që dhe këtu janë veshën, tash nësë pa thëmë që është personalisht, Zoti Qeku për faj për të. Ose e ka fajnë, vetëm. Më të ketë qeveria, partia, krejt, për si të qoftë. Ti si Ministri i Kulturës, ti në vend se me i bloku projektet, ti ke mujtë me ndihmu projektet. Tash qasja vetëvendosjes përgjithësi ka qenë blokuse edhe nivel qendror. Dhe kur kjo bllokat shtrihet edhe në nivel lokal, e vështirëson jashtëzakonisht jetën, sepse paradoksalisht qytetarët janë shumë më të vetëdijshëm për mendimin tim, për përgjegjësitë e nivelit lokal pushtetit sesa të atij qendrorit.